Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli para gazetarëve në një konferencë për shtyp. Ai quajti zgjedhjet e 11 majit farsën më të shëmtuar të 33 viteve në Shqipëri. Gjithashtu akuzoi Partinë Socialiste dhe qeverinë për manipulime të votës së diasporës. Në të gjitha këto takime, unë njoha bashkëbiseduesit e mi me vjedhjen e madhe të haptë dhe publike të votës së qytetarëve shqiptar nga narkodiktatori Edi Rama dhe në këtë aspekt u paraqiten vendimet e qeverisë për bonusin famoz 100 euro për vot për çdo pensionist, vendimi i qeverisë për të falë 200 milion euro, kurse fatura e parë është 76 milion euro, punësimet, 10 mijëra punësime për vot, 10 mijëra hektar kanabis për vot. Janë këto akte